Ushtron profesionin e mësimdhënësit tash e disa vite. Kujdesin që ka për fëmijët dhe nevojtarët gjithmonë e ka shprehur në forma të ndryshme. Por së fundmi, ai e ka marrë një iniciativë shumë të veçantë dhe ndryshe nga të tjerët. Patriot Rudari nga fshati Shajkovc i Podujevës ka vendosur që disa qese me molla t'i varë rreth shtëpisë së tij në mënyrë që të shërbehen fëmijët dhe gjithë kalimtarët. Rudari ka thënë se u inspiruan nga ideja e qytetarëve norvegjez që frutat t'ju japin edhe të tjerëve. Fshati Shajkovc është një ndër vendet që ka më shumë të pemë dhe fal një plaku i cili na ka lënë trashëgim. Plaku ka vdekur para 2 vite Hasan Ukelli dhe tash çdo vit pemë bujnë shumë të na këtu në fshatin Shajkovc. E tash çat tepisi që është shembull edhe na kam bërë plan ka pëlqyer një ide në Norvegji dhe e kam bërë si kur ata në Norvegji dhe mund mjau që edhe nxënësave dhe kalimtarëve të cilët shkojnë shkollave kanë në më. Fshati Shajkovc njihet për numrin e madh të pemëve. Vetëm profesor Rudari ka mbi 80 të tilla. Kështu ai para se të niset për në punë mbledh mollët në pemët që i ka afër shtëpisë në mënyrë që të shërbehen nevojtarët. Këtë ide e kanë mbështetur të gjithë bashkëshortarët, madje ai ka thënë se kjo iniciativë do të bëhet tradicionale. Po unë vetëm me të shoqen teme i kom mbledh dhe fshati ka mirë, dhe mund vesh dje dhe mund dikun për një vet kese dikun i kanë marrë, tash apo ti kanë burë të tjerat, i shani edhe kësaj dhe mirë e ka pritur. Sot, po edhe dje sidomos sot, i nërë disa kere, këtu të afër xhamie kanë vetë ku janë aty mollat që i kanë qitë shamull për me marë kalimtarët, edhe në kom të në disa një të kere, e fshata për rreth. Disa shokë më thanë që nëse ka mundësi, edhe unë punoj si mësimdhënës në gjimnaz, thanë nëse ka mundësi disa kese mi vurë edhe te shkolla, që një ide shumë e mirë, thash edhe në shkollë, po jemi gashim edhe atje me shku me vurë dhe unë afër shkollës teme ku punoj në gjimnaz Podujevë. Patriot Rudari ka thënë se këtë ide do ta zgjerojë edhe më shumë, duke i shpërndarë qeset me mollë edhe përtej fshatit.